Shpirti ti mpret në paqë. Ka nisur me 1 minutë heshtje në formë nderimi për gjyqtarin e vrarë në Vlorë Skerdilajt Konomi, seanca parlamentare, për të vazhduar me një debat me akuza serioze për këtë atentat. Deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Gjafa ka ngritur dyshime në parlament se autorët e vërtet të vrasjes në Vlorë janë njerëz të lidhur me mafjen e tokave. Në këtë rast, media, por dhe shumë njerëz të thjeshtë dhe jo vetëm në Vlorë, konsiderojnë si autor të mundshme mafjen e tokave. Duke përfituar nga fakti se në kuvent u diskutuan disa amendime mbi ligjin e mbrojtjes së dëshmitarit, Gjafa ka deklaruar se shumë krime në Shqipëri nuk zbardhen për shkak se mungon besimi i dëshmitarëve apo bashkëpunëtorëve të drejtësisë të shtetit. Por ministri i Brendshëm, pa u referuar direkt atentatit në Vlorë, ka deklaruar se po zbatohet me korrektësi ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve. Por si kundërpërgjigje, ministri akuzon opozitën se po e keq përdor politikisht ligjin. Unë besoj se më e pakta është një pak korrektësi politike, kur përmënden një sër emrash në këtë sallë, duke i referuar ata si bashkëpunëtor apo si dëshmitar të drejtësisë. Ndërsa deputetja socialiste Ermonela Felaj ka akuzuar shtetin se nuk merr në mbrojtje dëshmitar kyç të drejtësisë, duke përmendur emra konkret në fjalën e saj. Ajo akuzon shtetin se nuk ka marrë në mbrojtje persona të rëndësishëm për drejtësinë, si Kosta Trebicka, gazetari plagosur në 21 janar Fatos Hakorja, apo zyrtar me poste si Luan Hoxha e Hysni Burgaj. Ka edhe të tjerë, ndoshta shumë më pak kurajos, që frikën prej krimit shtetror që po rritet ndjeshëm nuk ja rrëfyen dot prokurorisë, por ambasadorëve të huaj. I tillë rezulton të ketë qenë rrëfimi i generalit Luan Hoxha, që u përpoq të kundërshtonte ngritjen e fabrikës së vdekjes në Gërdet, apo drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Hysni Burgaj, që sot ironikisht i duhet të mbrohet prej zëvendësit të tij. Ministri Nishani, i cili ka reaguar edhe ndaj këtyre deklaratave, ka hedhur poshtë ato, duke deklaruar se nuk kanë lidhje me mbrojtjen e dëshmitarëve. Po kështu përmend edhe një sër emrash të tjerë, gazetar apo drejtues të lartë institucioneve shqiptare, të cilët në mënyrë të qartë, publike, kanë bërë me dije se nuk kanë qenë kurrë dëshmitar. Opozita kritikoi edhe kryeministin Berisha dhe presidentin Topi, që sipas tyre duhet merrnin pjesë në ceremoninë e varimit të gjyqtarit Konomi.